vazhdimi, ndërsa sa i përket trenerit të ri të Dugagjini, unë mendoj se duhet jemi të kujdesshëm te kjo pika, për shkak se nëse Dugagjini është sot aty ku është dhe i ka koleksionu këto fitore dhe këto pikë, ka një merit veçantë dhe duhet m'ia njoft trenerit që ka qenë Ismet Munishi. Nëse Ismet Munishi s'do të ishte në fillim të sezonit te Dugagjini, shumë prej atyre lojtarëve që sot janë te Dugagjini janë për meritën e Ismet Munishit. Do me thonë, sepse është shumë e rëndësishme, na ende nuk jemi me një stad ku klubet kanë një planifikim të mirë dhe marrin lojtarët me kontrata 3-4 vjeçare, mirë po këto kalimet e lojtarëve kualitativ të do skuadra që nuk është se pritet në fillim me pas ambicje serioze, po tentojnë me pas një organizim mjaftueshëm sa më mbet në ligë. Shumë prej lojtarëve që sot janë te Dugagjini janë merit dhe, si më thon, raporte ndërpersonale që Ismet Munishi ka pas me shumë prej lojtarëve që i ka bind sa me shku te një skuadër si Dugagjini. Është shumë mirë, domethënë kur ti ke kualitet edhe disa lojtar, nganjëherë humbjet ose ato krizat që Ismeti i kishte me skuadrën vinë edhe për shkak lëndimesh edhe gjëra tjera. Po që një avantazh për trenerin e ri është se gjatë krejt kësaj periudhe ka punu bashkë me Ismetin, e këtu mbetet më u pa se si ka me vazhdu. Për shembull, pas janarit, neve presim me pa nëse treneri i ri që është tashmë te Dugagjini do të vazhdoj aty, ne kuptojmë idetë e tij edhe mënyrën se si ai ka me lujt ose se si ai ka me